Dhe e kishim i lirë te Berisha. Berisha është shumë i qartë. Ati i duhet një parti e vogël, një grup i vet parlamentar, e ka marrë dhe e ka. Ai do vazhdo betejën e vet derisa ashtu dhe ai e thot troç, këtu më keni derisa të vdes. Nuk kam gjë me Berisha, Berisha është më i qartë nga gjithë. Ka me këta tjerët. Se këta presin që ky të bëjnë imagjin, ndërkohë që ky ka shumë qartë atë që thot. Këta besojnë këtë i lirë apo nuk kanë ku të shkojnë tjetër dhe ashtu do të rrudhen me Berishën se për shembull të përmendim Noka. Shiko, të bëj një pyetje. Pse ti se dhe ti nga Tropoja, Po, si origjinë, po. Po si origjinë se edhe Berisha ka një jetë që është në Tiranë. 60 vjet ka. 60 vjet ka, çfarë ka me origjinë po flasim, pse për origjinë, edhe unë Korçar jam me origjinë se edhe unë lindë rrit Shqipërinë mesme. Tani pse ti që je nga Tropoja, që e lexon shumë qartë atë që thotë dhe që bën ai, je në oponencë publike me Berishën. Sepse ke kuptuar që është buke e thyer tashmë kjo marrëdhënie. Pra, inkurajimi nuk është në raport me çfarë bën Berisha. Berisha është në drejtën e vet bëj çfarë doj. Për sa kohë ai merr ato 400-500.000 vota të vet. Dhe do t'i ketë ata. Po ndoshta më shumë, po aty e di ai, domethënë. Problemi është të tjerët. Se këta kërkojnë votën gri, këta kërkojnë për shembull votën e vllait tim, i cili është 37 vjeç. Ka një 10 vjeçar që ka ikur në Gjermani, është me motorën time etj. Ka lindur në fund, ka lindur 88 në fund të rënies regjimit. Dhe nuk ka fare kur e shef Berishën, e shef njësoj si babën e vet mosh, sepse një mosh kanë atje, kupton? S'ka, pse duhet i besoj këtu? S'po them unë, se unë jam njeri politik etj lidhur. Njeri që s'ka as nuk çfarë motivon këtë brez Berisha. Po domethënë, ai rri atje, nuk voton, s'ka votuar sot zgjedhje, bashkë me motorën time etj, nuk i thot asgjë. Nuk voton as Ramën. Por nuk voton këta tjerë se si thonë gjë. Pra, dhe kjo është në favor të Ramës. Po sigurisht, po si do i marrësh ti do i përfshish ta gjë. Sepse ta thash radhës që shkoj. Në Shqipëri, fal 2008-s janë prishur partitë politike. Është prishur demokracia e brendshme. Është prishur gjuha e komunikimit, gjuha sociale. Se ka pas demokraci brendshme ke Partia Demokratike më parë. Kjo është historinë vete. Parti këtu ha debat. Partia Socialiste kishte vot. Po. Votohet për gjithçka. Edhe në PD deri diku ka pas vot. Sot nuk votohet, a votuan ata në primare, po gjithë ata që votuan primare mbrapa listës. Mori lirë, pse e boni këtë ky? Pse e boni se kjo është bumerang? Se kanë statut, sepse duhet të respektojnë statutin se me këtë erdhi. E kanë statut. Po ju kthyen bumerang, qoftë edhe brenda partisë vet, se unë mendoj për shkak saj dhe për humbjen që ka dhe ato të pakënaqur do shkërmoj që prapë do të ketë largim tjetër Partia Demokratike. Tani do të tregoj një tjetër histori që është Barsalet, por që është edhe vërtet. Të kujtohet Shefqet Peçi. Po. Komandant i famshëm i luftës partizane etj. Dhe një nga njerëzit më besnik të Enver Hoxhës. Që bani poezit për Enver Hoxhën. Po. Edhe Enveri ka një batutë me to. I shkojnë këta dhe do iknë Shefqet Peçi nga partia. Kishin dalë ta brezëri etj. Dhe Shefqeti i fynte, i shante etj. Edhe i çojnë këta Enver Hoxhës, i thonë që shiko se shoku Shefqet ka ardhur koha dalin pension se dhe është mosha etj. I thoshte, po shiko se shoku Shefqet na fyen kur ashtu. Po shiko se shoku Shefqet ka thënë dhe fjalë të rënda. Po çka ka thënë shoku Shefqet? Ka thënë fjalë kundër partisë, kundër statutit, ka thënë të dhjefsha statutin. Edhe i thotë Enver Hoxha, po partia jonë ka edhe statut, edhe Shefqet.